në ditën dhe momentin kur Albolena Agjiu është shëndru nga kryeparlamentare në ushtrues e detyrës së presidentit, aty kanë pushu përpjekjet e Albin Kurti për me bë president, sepse çka është në gjendje Albolena Agjiu me bë për 6 muaj për Albin Kurtin, në përmbysje të rënda kushtetues, nuk mundën 30 president tjerë me i bë as nga LDK-ja, as nga PDK-ja, as nga vetëvendosja. Kështu që qytetarë duhet ta dinë, zoti Kurti ka tashmë 3 institucionet, e ka presidentën, e ka kryeministrin, e ka kryeparlamentaren, dhe ai kështu do të mundohet të vazhdoj duke prodhu kriza dhe duke e udhëheq Kosovën me ushtrues detyre. Ushtrues detyre të presidentës, ushtrues detyre të kryeministrit kur hyn në zgjedhje, ushtrues detyre të kryetarit të Kekut, ushtrues detyre në përshkolla, pra kjo është doktrina e re e tij. Ai do të mundohet që vend ta çojë sërish në zgjedhjen e vjesht, sërish në zgjedhjen e pranverë, dhe sa tjetë Donald Trump në shtëpinë e bardhë, Albin Kurti do të mundohet ta udhëheq Kosovën me ushtrues detyre. Unë nuk pres prej Albolena Agjiu që do të respektoj kushtetutën, sepse synimi, qëllimi kryesor i lëvizjes vetëvendosje është me sfidu gjykatën kushtetuese deri në zhbërjen e saj, deri në bërjen e saj të parëndësishme për rendin kushtetues të Republikës së Kosovës, sepse synimi i këtij është i qartë që këtë don me përmbys këtë shtetin në të cilin nuk ka hise dhe me ndërtu një republikë të re ku kë do të ketë hise.